Të janë biletat? Biletat që kam ikë në Kosovë për Turqi. Tu janë pasaportët. Pasaporta. Vula policisë biletat të Kosovës. Edhe këtë. Ullet e Stambollit. Kosovës. Ka dhe tjera këtu. Ku e ka tjetër? Edhe i tjetër. Edhe kush tjetër. Aktualisht jeni i kërkuar apo nuk jeni i kërkuar nga drejtësia shqiptare? Unë sotyre në Dogan në Hodit. Edhe në Turqia edhe në Kosovë. Në Kosovë edhe në Shqipëri. Edhe kur edhe këtu fola kontakt me avokatin tim. Edhe thash, shumë kanë zjenë televizor. Më tha, do intereson mu, mori shefi komisariatit, ko shefi komisariatit tha, në këtu lushe nuk ka gjë, nuk ishte i kërkuar. Po pritët taf me drejtori, mori drejtorin e qarku, drejtori i qarku tha, e kishe thënë, s'ka problem, ju liqe pasu, nuk e di. E ka me televizionin, me gazetarët i plasin kotë në kotë, kaq. Pra ju këtë interviste nga një kërkuar për të sqaruar pozicionin tuaj? Normale, ke po fusin asmerime e tjetin kotë. Mos kam lidhe, 1-2 qa bëhet, juli. Nuk e di kush i bën këto gjëra. Edhe tjetin do më mendoj, ai i dëmturi. Kujton Duke dëgjuar fjalë. Po. Edhe në fusin asmerime e tjera të kotë. Hasëm këtu, hasëm atje, juli këtu, juli atje. Më kanë hapur shumë probleme. Edhe me familjen, goca vunë akoma në grupin e dashëm që vinë konodojnë, bëjnë zborë, bëjnë spektakl, të kontrol dhe gjera, ngridi gocën e kërvati, ngridi nusën. Sa vjeç është vajza? Sa për 10 vjeqe. Pra po e përjetoni keq këtë situatë? Po, shumë keq, jo keq, shumë keq. Se çdo gjë 1-2 të shtëpia ime, na ka të me rosur. Edhe kur ka ardhur policia dhe i ka pyetur Nucia se çfarë kërkoni Julin, i ka thënë që nuk kërkojmë Julin. Kërkojmë se na kanë ardhur informacione se strehon njerëz të rrezikshëm. Tani të më thonë këta zotorin, ka logjik kjo shprehje. Julianin është në shtëpi një vajzë 10 vjeçare me gruan. Me këtë ta vëri kriminalin, ta do ta fusit me fëmijë. Nuk e dim çka kërkojnë me këto gjëra. Nuk e dim. Na japin zgjidhje gazetarët, portalet çka shkruajnë, çka bëjnë. Juli, cili është apeli juaj nëse do ju jepet mundësia për të dëgjuar gjithë? Po mundësia ishte janë gjëra kote. Më natërron kotë në kotë. Unë s'kam lidhe fare me asnjë lloj gjë. Unë jam i smurur. Vajtëm në Kosovë, në Kosovë vajtëm në Turqi, vajtëm bukurim mu shkrive. U plagosën, asnjë gjë si shkapur, asnjë gjë. Edhe këte mund në të rroj me gjëra tjera. Çështën time s'ka zgjidhur akoma. Na 4 dalin 2, na 2 po del 1. Edhe tani kërkojnë gjëra tjera mu kot. Unë jam gjysmë gjiniu. Me 18 thika. Folën gazetarët. Ku janë? Sipas gazetarëve, sipas shtetit. Ku është personi që kërkohet? E ka zënë me vllajin tim, nuk po e lën të qetë, e kam bërë tabelë qitje. 1-2 kontrolle policie, çfarë është kjo? Edhe nesër pas nesër më teket dhe mua, dhe japi një informacion të rrem, policia do vrapojnë mas një informacioni të rrem, duhen verifikuar gjëra. Duhen verifikuar. Jeton një shtëpi në fëmijë, 10 vjeç vajza. Në ditën që kanë ardhur kontroll para 4-5 ditëve, policia në 6 të mëngjesit, vajzën e pra nuk ka pasur kontroll policie mbrëm, po... Jo mbrëm, para 4-5 ditësh. Edhe kemi shkuar në polici, kemi takuar shefin e policisë me nusen me kunatën time, nusen e Julianit, edhe jemi ankuar për këtë gjë. Dhe i tha Nusja çfarë kërkoni, Julin doni? Jo. Neve kemi informacion që Juliani strehon persona të rrezikshëm. Nuk e dim ç'a bën shteti, ç'a bën policia.